Mirë se vini. Sot do të trajtojmë një temë me rëndësi jetike për shëndetin publik në Shqipëri. Do të shohim shifrat, do të zbulojmë shkaqet dhe do të eksplorojmë zgjidhjet për një nga sfidat më serioze me të cilat përballemi si kombë. Gjithçka fillon me këtë numër, 54.5%. Një shifër e thatë, por që në fakt tregon një realitet dramatik. Përfaqëson sfidën më të madhe shëndetësore në vendin tonë. Po çfarë fshihet saktësisht pas kësaj përqindjeje? Ja ku e kemi përgjigjen, e zezë mbi të bardhë nga Instat. Më shumë se gjysma e të gjitha vdekjeve vijnë nga sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut. Pra, po flasim për shkaktarin numër 1 të vdekshmërisë, që merr më shumë jetë se çdo gjë tjetër. Kjo e bën këtë temë absolutisht thelbësore për të gjithë ne. Tani, le të fokusohemi tek një nga motorët kryesor që fshihet pas kësaj statistike alarmante. Një gjendje që mjekët shpesh e quajnë armiku i heshtur. Pse? Sepse mund të jetë prezent për vite me radhë pa dhënë asnjë shenjë të qartë. Atëherë, çfarë është saktësisht hipertensioni? Përkufizimi klinik, sipas udhërrëfyesve tan kombëtar, është fare i thjeshtë. Nëse presioni kur zemra kurret, pra sistoliku, shkon mbi 140, ose presioni kur zemra pushon mes rrahjeve, diastoliku është mbi 90, atëherë kemi të bëjmë me hipertension. Këto janë shifrat që duhen mbajtur mend. Dhe kjo tabel na e qartëson edhe më mirë situatën. E ndan tensionin në kategori shumë specifike, që të kuptojmë saktësisht se ku ndodhemi, nga një tension normal në atë që quhet i lartë normal, deri te 3 gradet e hipertensionit, ku situata bëhet gjithnjëherë më serioze. Është si një hartë për shëndetin e zemrës. Por, matja e tensionit nuk është gjithmonë kaq e thjeshtë. Kemi 2 fenomene interesante. Njëri është hipertensioni i bluzave të bardha, kur tensioni rritet thjesht nga ankthi i qenit mjeku. Tjetri, që është edhe më tinxar, është hipertensioni maskuar. Në klinik del normal, por në jetën e përditshme është i lartë. Ky është i rrezikshëm sepse mund të kalojë pa u vënë re. E po, cilët janë faktorët që na çojnë drejt këtij problemi? Ja ku i kemi të listuar. Dhe ajo që bie në sy është se shumica lidhen drejt për drejt me stilin e jetës. Flasim për mbipeshën, konsumin e alkoolit, mungesën e lëvizjes, madje edhe për gjumin e pamjaftueshëm. Sigurisht, ka edhe një faktor gjenetik, por lajmi i mirë është se për shumë prej këtyre kontrolli është në duart tonë. Tani që e kuptuam problemin dhe disa nga shkaqet e tij, le të kalojmë te zgjidhja. Dhe kjo zgjidhje mund të jetë më afër nesh nga sa mendojmë, e rrënjosur thellë në traditën dhe trashëgimin tonë. Kjo është shumë e rëndësishme. Protokollet mjekësore zyrtare e thonë qartë, linja e parë e mbrojtjes kundër hipertensionit nuk janë ilaçet. Trajtimi fillon me ndryshime thelbësore në stilin e jetesës. Pra, para se të arrimte medikamentet, fokusi është te parandalimi dhe menaxhimi natyral. Dieta mesdhetare nuk është thjesht një modë e momentit. Historia e saj shkencore fillon që në vitet 50, me të famshmin studim i 7 vendeve, i cili vuri re se njerëzit në zonën e mesdheut kishin shumë më pak probleme me zemrën, që atëherë deri më sot është konfirmuar si një nga modelet ushqimore më të shëndetshme në botë. Dhe në thelb, parimet janë të thjeshta dhe intuitive. Nuk ka të bëjë me heqjen dorë nga ushqimi, por me zgjedhjen e duhur. Baza e çdo vakti duhet jenë perimet, frutat dhe drithrat. Vaji i ullirit është burimi kryesor i yndyrës. Peshku dhe bishtajorit duhen konsumuar shpesh, ndërsa mishi, kuq dhe ëmbëlsirat duhet të jenë për raste të veçanta. Pikërisht këtu i qëndron çelësi i suksesit. Të kuptojmë që përqafimi i kësaj modeli ushqimor nuk është një dietë e përkohshme, është një investim afatgjatë, një zgjedhje e ndërgjeshme për shëndetin dhe mirëqenien tonë. Dhe përfitimet shkojnë shumë përtej kontrollit të tensionit, flasim për mbrojtjen e zemrës sigurisht, por edhe për shëndetin e trurit, kontroll më të mirë të sheqerit në gjak, një sistem tretës më të shëndetshëm dhe një veprim të fuqishëm antiinflamator në të gjithë trupin, e gjithë kjo çon në një jetë më të gjatë dhe me cilësi më të mirë. Dhe ja ku e kemi përmbledhur bukur. Ky është premtimi i madh i këtij stili jetese, i vërtetuar nga dekada kërkime shkencore. Nuk është çështja vetëm të shtojmë vite jetës, por më rëndësishmja të shtojmë jetë viteve tona. Pra, kjo na lëm me një pyetje të fuqishme për të reflektuar. Në mes të një krize moderne shëndetësore, a mundet vallë që përgjigja të ketë qenë gjithmonë këtu, para syve tanë? A mundet që kthimi te mençuria e traditës sonë mesdhetare të jetë çelësi për të luftuar shkakun kryesor të vdekjeve në Shqipëri?